Miq e miqësimi, kesha kudo që ndodheni, të përmasave dhe të peshave të ndryshme kanë fjalën nga ana karakteriale, jo në peshore. Unë ju falenderoj shumë që vini te Olti Curi TV në YouTube. Arigato. Pse po qesh? Po qesh sepse secili bën planet e tij në reality show, por jo ai i madhi, por produksioni bën planet e veta. Në fillim ju thot do flini bashkë në një krevat dhe ju mendoni se do e keni njëri tjetrin përjetësisht, por jo. Krevati, si në hotele, është 2 tek që bëhet dopjo, por një moment mund të ndahen prap. E ndërkohë e kisha për Mirin dhe Selinën, por nga ana tjetër kemi Benitën që kishte bërë ëndra të mëdha. Super ëndra. Ajo mendoi se në një ditë të bukur me diell, me 2 përkëdhelje, me një fustan të hapur te gjoksi, do rëmbej Klodin nga lëndrimi, por nuk është ashtu. Për këtë do flasim sot, sigla fukaresh për emisionin Modest. E kuptuat mirë sepse gjatë reality show-t ka shumë ujëra. Do thoni ju për çfarë të flasim? Të flasim pikërisht sepse po afron fundi. Po afron fundi dhe te bigu i Kosovës, ashtu siç u habitën të gjithë dhe shqyen gojën sepse menduan se mund të ishte Labinot Rexha, ose mund të ishte Klodi finalisti i parë. Labinoti mori valixhen dhe iku fare, por Klodi finalisti i parë, jo, ishte lëndrimi. Dhe produksioni i Kosovës, pavarësisht lojrave apo skemave që bën banorët, mund të ketë surpriza të tjera. Imagjinoni pak, po sikur t'ju them që finalisti i dytë do të jetë një finaliste, shumë nga ju do thotë, more, çfarë bëri ajo? E njohëm si emër, e njohëm si mosh, e njohëm si karrierë, si ish Miss Shqipëria, por çfarë bëri aty? Bëri atë që bëri, por finalista e dytë mund të jetë Hygerta Sako. Hygerta Sako, urtë e butë. Patjetër, që do jenë 5 finalist në bigun e Kosovës. 3 nga të cilët do të jenë luftarak, do të jenë ata të cilët e kanë ngritur publikun pesh, ndërsa të tjerët, po tani çdo produksion që respektohet e thot fjalën e tij në mënyra të ndryshme. Do thoni si nuk beson te votimi, nuk thash gjë. Jo, unë besoj shumë tek votimi i publikut. Unë besoj edhe për zgjedhjet elektorale, kur zgjedhim deputetët, le pastaj kur zgjedhim finalistët apo kush do fitojë bigun e Kosovës apo bigun e Shqipërisë. Imagjinoni pak, në një ardit ose në një Hygerta do shkoj urtë e burt pa bërë asgjë ose në një sherr të vogël tek tuk, drejt e në finale. Ndërsa votat agresive, votat atyre që vërtet publikun e kanë ndarë në 2 pjesë apo në 3 pjesë, ato do mblidhen nga fundi, sepse janë votat të cilat harxhohen dhe pikërisht për këtë nuk duan që të harxhojnë që tani në gjysmën finale, por ato votat agresive të lëndrimit, të Klodit, të Benitës apo të lojtarëve të tjerë duhen pikërisht për finale. Çfarë ndodh tani aty? Ndodh që Benita kujtoi se mirë e bukur, me disa përkëdheli, me disa sjellje, me disa afrime, duke shkuar tek Eliona, duke shkuar tek Klodi, duke hyrë mes historisë të tyre, herë me vend dhe herë pa vend, do të gjej vendin e saj brenda reality show dhe pse jo, të përçaj jo më shumë Elionën dhe Klodin, po problemi është të përçash Klodin dhe lëndrimin, sepse debati i djemve ishte i atill që përfundoi me përqafim, po tregoj edhe një herë tjetër se lëndrimi e lëshon dhe tërheq Klodin, sepse artikulimi i tij, mënyra njohja e lojës, është agresiviteti është më i fortë se sa i lëndrimit se sa i Klodit. Kështu që problemi ishte kur bën sherr ato dy, unë mendova që këtu do shikohet tani se kush do jetë më i forti nga dy. Dhe unë mendoj se ishte lëndrimi. Dhe pikërisht këtë nuk e kuptoi Benita dhe tha, unë do marr Klodin. Po merr mes çiftit të miqve, po merr më të doptin. Kujdes, sepse ka dhe një gjë tjetër. Në qoftë se Klodi me patjetër do të bënte një aleancë femërore, e ka tashmë Elionën. Kështu që Benita po rrezikon finalen me këtë lëvizjen e saj. Po rrezikon finalen sepse do të ketë kundër fansat e lëndrimit, do të ketë kundër fansat e Elionës për të bashkuar me mund t'i ketë ose mund mos i ketë fansat e Klodit, sepse Klodin e kanë parë njerëzit e kanë bërë favorit të tyre në lojën që kishte me lëndrimin. Kështu që në një moment bukur nuk mund thënë ik tani nga lëndrimi se na kënaqe dhe vazhdo me Benitën se nuk ka kohë. Ose e kanë patur të preferuar sepse ka qenë afër Elionës. Fansat e Elionës thonë ike nga Eliona, mirë më shkohet e lëndrimit ta falim.
Po ti kështë e Benita, nuk ta falim kurse si. Ky për bigun e Kosovës, po bigu i Shqipërisë, çfarë po ndodh? Kemi Stenaldon që vazhdon dhe artikulon gjëre gjatë për çdo gjë të tij. Kemi Artan Kolën, i cili her pas here, se si valet e telefonit që vjen dhe ikin, i vjen dhe ikën simpatia. Kemi një Selin, shumë të artikuluar, shumë të ftohtë, shumë të drejtuar nga loja, e cila po bën të pamundurën që me gimbon të ngrej diçka, sepse duket që kështjella me mirin është shfrytzuar, por kaq. Po me të tjetër çfarë ndodh? Rogerti vazhdon me sulmet, vazhdon me sulmet e drejt për drejta, me sulmet gati në ofendim, me bullizime, me ruan tiparet e personazhit të tij, të cilin është aty dhe le ta gëzojnë. Por çfarë ndodhi? Miri bëri lëvizjen e çuditshme. E kuptoi që historia e krevatit ka marrë fund, e kuptoi lëvizjen e Selinës drejt gimbos, për të mos u bërë qesharak, tha, atëherë unë çfarë bëj? Duke qenë sipas tij, një personalitet brenda shtëpisë, unë bëj aleanca me këtë dua unë. Dhe duke parë pathyeshmërinë edhe nga votat e publikut, edhe nga izolimi, edhe nga lufta e përballja me gjithë, ai tha, ore, ky Rogerti që ka marrë unë deri tani, si me shaka, si me antipati, si me përbuzje, mos më bën punë ky mua, dhe krah për krah, ata të dy janë bërë bashk. Por Miri për momentin ka vendosur që ta ruaj Selinën. Nuk e prish kurrë në kurrës me Selinën, sepse e di forcën e Selinës. Një vajzë e re, e vogël. Në një postim të tij, Landi, West Side Family, kolegu i Mirit, e kishte krahasuar me një NPR, aty të lindet kuptohej, kishte dhënë disa sqarime gjëra të tilla si këto. Por NPR mbron veten, kështu që nuk mund të themi asnjëherë që NPR është një personazh i keq i prallës. Por çfarë ka ndodhur? Miri dhe Rogerti mblodhen forcat për shkuar përballë një djali i cili unë do thoja ka hallet e tij brenda reality show. Sepse duhet ngre personazhin e tij, duhet harroj paragjykimet që ka sepse vjen nga përputhe. Duhet krijoj një histori dashurie me një vajzë që e ka njohur dikur, paroj e mohoi, ai tregoi atë, u ngrit paksa, ra poshtë kur tregoi intimitete, njerëzit i thanë pse i tregon, ti ke qenë në Kosovë, ke takuar, se kam takuar, s'kemi patur asgjë, kemi patur një puthje, po flasim për Mateon në lidhje me Brikenën. Por çfarë ndodhi? Brikena, duke i qëndruar larg e ftohtë si një akullnaj Mateos. Por Mateo në momentin që po e sulmojnë shumë Miri dhe Rogerti së bashku, të gjithë tani janë duke thënë, ore ky, Mateo, mos është një personazh i fortë ky? Mateo pati një përballje, pati edhe një kundërshtie edhe me Luizin, që një djalë në atë moshë, pa eksperiencë reality show, në televizion, në media, diçka tjetër, ti kthesh Luizit, duke ditur fanbezin e Luizit, tregoi edhe një herë tjetër që ai ka guxim dhe ka një karakter të vetin. E pëlqeni as ajo është gjë tjetër. Pikërisht, dhëmbët po i tregon sërish Mateo përballë dhe Rogertit dhe Mirit. Po kur bëhen dy në atë moshë, me atë agresivitet, me atë forcë që kanë brenda lojës së tyre në shtëpi, i bie që gjithë ne po themi, ore ky Mateo mos është personazh i fortë ky? Jo vetëm ne, po më duket se po e thot dhe Brikena këtë. Dhe gjithë dritat e spektaklit dhe të vëmendjes janë ndezur mbi Mateon. Por çdo e keqe ka një të mirë. Vërtet Mateo po prishet me Mirin dhe me Rogertin, por surpriza e surprizave, po ndodh ajo që nuk ja priste mendja kurrë. Brikena tani është më e dhëmshur dhe më afruar me Mateon. Dhe në qoftë se ajo do të afrohet akoma dhe më shumë, do të kemi një personazh të fortë që ka krijuar dhe një lidhje aty brenda dhe hajde dhe nxirre Mateon pastaj nga shtëpia. Le pastaj Brikenën, le pastaj që mund të shkojmë deri në finale.